Hiç më larg se një vit më parë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin vënë shpërblim $10 milion për gjetjen e Muhammad al-Shara, i njohur si Muhammad al-Golani. Sot, më 14 maj, ai shtrëngoi duart me presidentin amerikan Donald Trump. Kjo është historia e tij. Ai u ngrit në pushtet duke i prirë Hayat Tahrir al-Sham, grup me origjinë nga Al-Qaida, në ofenzivën e shpejtë për rrëzimin e diktatorit Bashar al-Assad në dhjetorin e vitit 2024. Më parë, SBA kishte vendosur $10 milion për kokën e tij, për shkak se udhëhiqte HTS-n, siç njihet tani grupi i tij, dhe Frontin Al-Nusra, të dyja të shpallura organizata terroriste. Mirë po pasi al-Shara erdhi në pushtet dhe u përfshi në misione diplomatike për rimëkëmbjen e shtetit, SBA tërhoqi shpërblimin për gjetjen e tij. Gjithçka ka ndërruar brenda një dite, kur asistentja e sekretarit të shtetit për çështjet e lindjes së afërt, Barbara Leaf, u takua me al-Sharan në Damask. Gjatë këtij takimi, al-Shara u zotua në parandalimin e grupeve terroriste që operonin në Siri dhe ka shprehur synimet e tij që shteti të ngrihej ekonomikisht. SBA e vlerësoi lart qasjen e tij pragmatike dhe për këtë nuk është më në listën e të kërkuara nga Amerika. Një vit më vonë, pra sot, Trumpi në Riyadh u takua me presidentin sirian duke i bërë thirrje që të normalizonte raportet me Izraelin. Trumpi gjithashtu hoqi sanksionet ndaj Sirisë duke thënë se po jepte një shans shumë të mirë. Krejt në fund, Trumpi e lavdëroi liderin sirian duke e quajtur djalë shumë atraktiv dhe të fortë.